Paralajmërime për koncertin përkujtimor për 24 vjetorin e vdekjes së Ridvan Qazimit, i njohur si Komandant Leshi, u vendosën prej ditësh në qendër të Bujanocit. Por njëri prej tyre u thye mbrëmjen e së premtes me çekan nga një person i maskuar. Këtë veprim e dënuan ashpër përfaqësues politik në Lugin. Deputeti vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi e kualifikoi veprimin sulm ndaj çdo shqiptari në komunë të Bujanocit. Sulmi ndaj figurës së komandant Leshit është sulm ndaj çdo shqiptari të komunës Bujanocit. Demolimi i figurës së tij është demolim i çdo tentative për të ndërtuar barazi e drejtësi. Ky sulm qyqar është produkt i politikave shoviniste, qoftë i përfaqësuesve qendror politik serb e qoftë edhe satelitëve të tyre lokal. Enkel Rexhepi, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Lugin të Preshevës, tha se rasti përbën përpjekje të hapur për të provokuar tensione. Ky është jo vetëm një sulm mbi kujtesën e një figure emblematike të rezistencës shqiptare, por një përpjekje e hapur për të provokuar tensione dhe për të fyer identitetin dhe historinë tonë kolektive. Këto akte nuk janë të rastësishme, por ato janë të organizuara, të motivuara nga urrejtja ndaj shqiptarëve. E kryetari i Bujanocit, Arber Pajaziti, kërkoi që autoritetet përgjegjëse të ndërmarrin hetime të menjëhershme për rastin. Ky akt i ullët nuk i përfaqëson vlerat e qytetarëve tanë dhe të komunitetit tonë të shumëllojshëm që ndërton mbi respektin, tolerancën dhe bashkëjetesën. Ne dënojmë fuqishëm këtë veprim dhe bëjmë thirrje që autoritetet përkatëse ta hetojnë rastin me seriozitetin e duhur. Nuk do të lejojmë që akte të tilla të cënojnë frymën e unitetit dhe të respektit që përpiqemi ta ndërtojmë çdo ditë. Komandant Leshi ka qenë njëri prej themeluesve dhe nga komandantët e shquar të ushtrisë çlirimtare për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc. Në nder të tij në Bujanoc mbahen për çdo vit ditët e komandant Leshit, gjatë të cilave shfaqen programe kulturore, artistike.